Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së hënë e para e kësaj jave, 26 maj 2025, si gjithmonë në Fake Off goni me Gjefri. Dhe natyrshëm ne ndajmë me ju gjithçka që ndodh në kohë reale, po edhe që ka kaluar që nuk ka qenë në ditët që ne kemi qenë me ju në kontakt, pra shtuna e diela. Ju mësojmë se në filozofinë e politikës ka shumë nocione dhe ndryshime nocionesh. Për shembull, në qoftë se ne themi se cilat janë 3 gjëra kryesore që Shqipëria duhet plotësoj, ose më saktë që BE-ja ka, që ne të bëjmë pjesë e saj, ju do thoni jo po siguria, mirëqenia, që të gjitha këtë keq kuptohemi, sepse strategu që mëson dhe udhëheq, qoftë se keni lexuar Borgjezi Fisnik të Molierit, kështu e mësonte ai instruktori Borgjezin Fisnik. Në këtë rast, nuk është Borgjezi Fisnik, por Edi Ramën, ky është kuratori Edi Ramës. Njeriu që mëson si të eci, si të sillet, si të flasi, çfarë të flasi, e shumë nga këto, sepse kuptohet, me fitorin e madhe, 83 vende në parlament, është tregues real që ky është konkret i fuqishëm dhe është i vetmi amerikan bio, po bio në Shqipëri. Dhe që dalin ca se... Nëse, do flasim në një moment tjetër. Tani, dëgjoni të 3 gjërat kryesore të BE-s. As we speak, are EU for us. 3 gjërat kryesore për në Bashkimin Evropian janë BE-ja. Si 3 BE. Çfarë do të thonë kjo? Se edhe unë mora me entuziazëm, po nuk e dija që do të lidhet te kjo. Çfarë është kjo BE? A më thua ti, e më ke thënë dhe vazhdo të thuash mezi prisja të vijan e dajot në pravisht? Po, edhe? Kur vidin delet nga Kullota, Manaret. Se kjo është to? Pse dhe delet ndërrojnë Europën? Shto bëjnë këtu më? Qafë thua, ata shikot. Po, a i kërkoj dorëheqjen, krimin e qeverisë teknike. Kush? Doktori? E beri? Se dëgjove ti? Jo. Do qeveri teknike? Këto zgjedhje nuk mund të njihen dhe nuk do njihen. Këto janë farsa më e shëmtuar elektorale që ka ndodhur ndonjëherë. Rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Normalisht vetëm zgjedhjet parakoshme, pa diskutim. Çfarë do bëj? Si do bëj? Qeveri teknike është gati, apo jo? Çfarë thua? Se kanë bërë? Se kemi edhe qeveri teknike ne. Ç'keqe ke nga 2 qeveri ti, më kërë? Si Ke parë keq ti? Po qeveria kjo është ekzekutivi, po kjo teknika qa është? Si çfarë është atë? Pore. Qeveri teknike, mo nga fjala teknike, nuk e E kupton ti. kuptoj, po 2 qeveri, po na bëjnë dëm o Gjefri 2 qeveri, s'merr e vesh. Ty. 2 të raura të bëjnë keq o goni, mësoj nga populli, 2 të ngrena qartë keq e këti, se A janë të mira, 2 në këtë kuptim është kjo. Në figurativ... Po se kishte dalë ky Qarë? profesori Pilinçi. E qarë? Ky që ka të shpëtoj Shqipërinë apo vërtet? E qarë? Shqipërinë ta shpëtoj nga zgjedhje keqe edhe ty të për Skënderbeu. Ka thënë se ka dëgjuar ti profesor Pilinçi. Jo, më qarë? Të dashurat detar, vëllezër të mi, bashkë kombas. Kush më kuptovi, më kuptovi. Kush më merovi, a i ke hollovi, e dërgovi dhe e nxorovi. Që më ti... Është e vërtet, Berisha ka dalë, edhe sot ka dalë përsëri dhe kërkon zgjedhje teknike. Po qeveria teknike bën nga ne, as nga Berisha edhe as nga Edi Rama. Bravo. Veo, Sali Berisha, o doktor profesor, por nuk e kuptojnë që nuk është më në duar tuaja diskutimi për pushtetin për qeverin. E ka ky në dorë tani Shqipërinë. Shqipërinë dhe Amerikën, se ky është të bëjmë Amerikën të fortë me shqiptarët. E pa se duke qenë, po që nga mendje madhe shumë, ku ka qenë ky Pilinçi deri tani? Në Amerikë? Amerikë. Mbanë Amerikën, mbanë dhe Shqipërinë. Që da këshema, bota do kështë e iku për lesh pak të... Po qare ka Shqipërinë, hajtë më bërë. Do më thonë se... Asa roa fare, se po më thoshte... Mondi. Ishim që pari, po pinim kafe,
sakt ai. Më thotë mua, çfarë ere vjen? Thash, nuk e ndjeni, thash që vjen era 7. Po ku ishte uluri? Ishte Klodi aty, ë? Ishte Tu tek ashensori. Tek televizioni janë ashensori. Nuk e ndjeni, thash vjen era 7. E kupton apo jo? Me ashensorit? Te ashensori jo kur ishin ja. Me ashensor, thar se the ngjiti me ashensor shtetin, nëse i ngatron ca gjëra aty. Kur ju ka budallu, kur ju ka si krahin juve që të pyes. Po ish nga firma, të shlidhje ka me kolonjën, mondi. Ora Pilinçi, Pilinçi. Ç'ke aty? Po se po them që tani mira i lejo të klasi budallike. Po jo ty. Se mezi të kemi nga ana juglindore e Shqipërisë, jo këtu tani. Vjen era 7 ti. E ndjen erën e shtetit? Sepse më thoshja që jo ande për këtë. Po pas 12 maj të thash, atë thash do vjen era 7? Ja më dëgjoj se ti e... Po një muaj do, 12 qershor. Era 7. Era 7 do t'i vi Shqipërisë me 12 maj e pas. Era demokraci do t'i vi këtij vendi dhe do të lullëzoj ekonomia. Qa ka për të keshu, Maluni? Qa ka për të keshu? Aja tha i atere para 11 maj. Socialistët ta në 11 maj do marrin, e kujton apo jo? Po, që ja beri me dorë. Jo me dorë kështuar, jo. Ja beri kështu. Shikoj me dokumenta. Nuk ka për të votuar kush ju. Jo. Pse? Asaj pesës ja uli një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i uli një gisht. Ju dërejsh që vëmendjen ullur në vëndani se së shas për procedurë kjo, po ju shojnë qytetarët, ju shojnë fëmijët, ju shojnë dritë. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numri 1. Tani, ka kaluar. Era 7 po vjen. Po do një muaj. Jo, mira vasht, më lërë të pyes o burit e. Po çka që ke zorët në gryk sot? Tani, të them unë ty. Tha i që notë rokun në këtë, ta fituan 83 mandate, socialistët. Qa bëhet me gishtin e këti? Mua të më pyesër dhe për gishtet e... Po ti e që ti shdo gjë, burit e. Po pyet në njerë popullin, a mondin, a dërgosonin. Po pse, që të keqe ka, ja nuk e pyet a do të popullin. Ti në... O, Gjefri. Gishti s'del as njeri te për të... Jo, kemo, ka ke vënd ku e fshe. Bem punë sa... Pra, edhe pra ndaj e dërgova unë. Këtë më thu... Mulli e di vetë kërë ka fshe unë. Soni. Flamunoka para 11 maj të tregon gishtin e mesit të socialistëve, duke ju treguar në një farë mënyrë që këtë do të merrni me 11 maj. Po tani që po doja humbi. Po ka futur gishtin Flamunoka. Ja kam pre. Ja kanë pre gishtin, ne? Kush e preu më? Po vetë më e preu. A ka pre vete? Se ka guxim robi me pre gishtin vete? Po çka kushtoje? 3000 vetë. Pas 11 maj të gishtin, që nxori për tjetër e mori për vetë. E mori për vetë. Po, kaq. E kuptova. Shkurt e kuptuar atë. Tani që po doja humbi ku çe gishtin Noka. Sa famun të bashkë janë gjithë. To, mundohen shanë mua, unë e shaj atë, edhe populli s'ka fëmijë. Me që jemi të shajtmja, Flamunoka i nxjerr gishtin e mesit të socialistëve. Që mos është më mirë ai? Unë të mjesoj janë. E marrë. Ai në pinë, edhe i rregullojnë punët e veta. E kuptoj. Ku çe gishtin Flamurin? Po çe ke ka dhe shëgjinat. Sa do të nxjerr gishtin, ju a futu aty e prapa, ata në një skem kriminale, vetë me 4 vjetur, jam bledu 3 ashtu. Me bana, me gjitha. Qa të bëje? Jo, bërë numre me aty, po gishtin ja dërgojnë. Ku? Po të ma fusim në mbrapa aty. Në mbrapa, a? Të shi ku duhet a këtë fut gishtin, se humbën këta. Si pyetje të vështirë për mua, po problemi që unë s'merrem fare me gishtet e Flamurit, çaj ku doj. Përgjigje s'kam qef me ta dhonë, sepse se qa përgjigje ka morë, o s'kam qef me ta dhonë. E morave. Ja që e di që ja ka drejtu. Pronarit vetë. Flamunoka i nxjerr gishtin tregues para 11 maj socializmit. Flamunoka, Sal Berisha, Ilir Meta... Gishin tregues të të thoni. Po. Edhe jeti mrapa. Se nuk jem për popull asni. Edi Roma i lumë, e fitoj, Flamunoka pa tjerë në karike tjera, mos përvuj për votë këtë. Kishë mesi nuk i tërgohet popullit. Ja tërgoj socialistëve, në fakt, popull. Po socialist jetë e në unë. Popull përra.
Qa thua Mondi? Që tha? Edhe unë e Gjefri jemi të paaftë. Qarë thuat? Jemi të paaftë sepse gishti, kur bëhet kjo, nuk është në kuptimin si që kemi kuptuar ne, që do marrë një notë rokun. Kjo do të thotë hypë këtu shiko Stambollin. është këshu ajo Mondi? Po pra, po e ka bajtë dorën këshu, po faktikisht është hypë këtu shiko Stambollin. Po miro Mondi, s'jarora në një. E ma e pa qfarë, edhe aty hypë shiko Stambollin. Do më thënë, na Murnoka në këto momente shiko Stambollin. E pa bëj publicitetin ti mos në gjo ma bete kati tash. Beti duke të në tokën ajo, ado Mondi, ajde. Dashur vëllezër, shqiptarët e mi, ku do që ndodhemi. Unë jam këtuvi për të denoncovi një skandali. Skandal sepse Sali Berisha dhe Edi Rama kanë vjedhurovi programin e Shpresës që e morë veshte për? Qarë thua, mo, se po të dëgjoj një këshu? Së të përqej? Kër s'di të arruash, mirë të jo të ta vjedhin. Po jo programin e... Kanë vjedhur programin e... Ti Pilin që të buri dhe... Berisha dhe Rama. Të dy mërë kanë vjedhur. Ku i kishin sytë ata? Kush ata? Pa ishtë. Pse deri këtu arinta, pse do ndërtojnë Shqipërinë me idet e programin e Pilin që ta? A i vjen me program të qartë që nga Amerika, a i bëri Amerikën, ta njerë të bëjë dhe Shqipërinë. Ata kanë marrë programin tonë ka kohë të dashur bashkëdhetarë shqiptarë. Kanë marrë programin dhe thonë çfarë kemi thënë ne. Si Berisha dhe Edi Rama do arrestohen. Pra, nuk ka më rrugdalje, dosjet janë firmosur, çdo gjë është bërgati. Po, Altini, nuk thot asë një gjë ty nga këto? Unë ka mund me sekrete profesionale. Dosjet janë bërgati, thotë, dosjet ka Altin Dumani. Po s'mi tregon mua Altin. Me ja tregon këti, a? Po miro, ku e di unë nga e merë burimin. Si, ku di nga? Unë kafe të kam thënë që pi kafe, jap në një këshirë. Një informacion ti në një gjë këshu nga... Qarë më diti mua ti? Pa e t'ja fut këtë fare. Se ti më the mua që, grota, Amerikën e ka sigura Edi Rama ata, se erdi a i dhëndri, do bëj Sazanin, do mori... Investitor, e do si Luli? Na! Po. Sa tjetë Pilin që as tentovi, as marovi, as ndërtovi njeri këtu. Vlezit e mi, shqiptar të dashur. Dhëndri i presidentit, të një kohë që ndodhet sot, president, dashur shqiptar, unë o kam thënë dhe them përsëri, jo dhëndri ti, po dhe presidenti nuk ka të drejtë të vitë në rejnë në tokën e shqiparve, sa jemi në gjallë. Ka bikë të kuj gjallë, dhe më thënë, të pak në dhe sa është gjallë kuj dhe një 30 vjetë, ja, dam 30 këti, e? Po, jo më thënë të vete unë të njësëm, di them mos argjole kota. Ati, jo? Po, i papë të se s'ke komunikima. Po, ka më. Jo, nuk lejon kuj. Ku lejon kuj, parë sa mbështetës ka. Ka mbi 3 milion mbështetës. Nga 2 milion shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, 2,5 sa janë, 3 milion në këti. Emrin e dhëndrit e haroj, si e ka? Jared, i thonë, Jared Kashner. Jared, vetëm kur kalosh mi trupin e profesorit, nërton. Po kalovi mi profesorovi, ti do nërtovi. Po su plot sot. Qa ka mundi? Ka diçka për mua? Profesori? Pritë. Kër unë thash për qamërin, ta 2 persona filluan dhe bëni si shaka. Adrian Llaka ka të drejtë, sepse tregtit e tia shkon e vjen në Greqi. Dhe si erdh ka mirë për qamërin që ne do marrëm. Dhe jo mora gron, të drejtë të tallesh me shqiptarë, sepse ke shkollën dasha mirë si Ministrisë së Brendshme. Unë të një fare mirë, sa e ke vajtë në Greqi. Ke ardhe në Amerikë, e manë mëndë, që të turë për të vrarë, të shpëtuan disa. Pra agron, të ura George Washington. Ka faja ta, që të kanë ullur në tavolinit. Atë shtaberi miqë. U që diskreditim ma hapi dosjen.
Për tregtin mos ashtu, se në tregti edhe ti pjesë e imja. Shpun kam unë me tregti. Po ty të qojnë Greqi unë. Ku më thonë ata qa shet, shes në derin. Po është tregti kjo, re. Jo, mire ta. Atje në Amerika, atje ku desh në vrano, Gjefri. Më rrethuan aty, mos ishte ky, që të më shpëtonte. Po pse unë s'isha? Ku ishe ti? Në Bronco, aty, ku të kërcenu? Ku ishe ti, mo? Ku ishe ti, mo? Ku ishe ti? Ku ishe zotrote? Po s'ka nevoj ku ishe unë zotrote, ti shiko ku je ti për vetën se, po të të qërë maskën edhe ty. Po ty, Amerikani e ti. I që shtu ke kaq vjet i gënjen am Amerikan. Kushta apte? Pse s'na ke thënë marrë që ty të kanë zbuar nga Amerika? Çfarë më kanë? Je i zbuar nga Amerika. I dëbuar? I zbuar! Se i dëbuar është tjetër. Është me egër kjo? I zbuar. Po jo egër fare, është me z. Jo. I zbuar. Po mos më zhukot fare. Hajde këtu profesor, putja. Këtë fytyrë, kjo fytyrë erdhi në Amerikë dhe e përzun me dajak. E përzun i shoqëria. Dhe mendon se di do i gjuhë. Dhe pa pikturpi thot jam në shtetës Amerikan. E nuk është në shtetës. E nëse e ishte në shtetës, ati do t'i grishe në shtetësia. Amerika ta ep, nëse ti e kundra Amerikës, ta heq me një herë. Ti e kundra Amerikës? Veta dhe bera të rejnë të shikot. Por e dakord që e bërë të rejnë. Kushta një pa. E ke bërë të rejnë, nuk e bërë në kone Trumpit. E bërë vjetë. Vjetë. E bërë me Joe Bidenin. Pa i flinte në bythë qa... Tani me Trumpit shko futur në Amerikë ti. Futesh do të apo jo? Dhe ata provoj të filloj le. Qa të filloj? Të fillojnë pushimet. Ta dërgonë ky... Ose pranoni kur të kthesh ti pak oposte. Direkt edhe këtu në Vision Plus. Profesor po me mua që... Si. Se keni pasur plasë, i njifesh me këtë ti. I derash. I derash. Për përla. O, profesor, po s'kemi asë gjene me qamërinë. Unë nuk e dhja, edhe kur kam folur në njerë këshu, nuk e dhja që... Se se njëja programin tënë. Kur më tha Gjefri që lezoj programin e profesorit, ke program të shkërqyre, profesor. Unë nuk e mbarovi dot, po e mbarovi, e lezovi Gjefri. Meru me dhe qamë. Kjo e lezovi dhe mi informovi mua. Edhe... Unë nuk e kuptovi aq mirë, shqiptar të dashur. Në emër të Fejkov, vëllezrit e mi, bashkë me Gjefrin, i kërkojmë falje profesorit, se nuk do ndodhovi asnjëherë, asnjë humor dhe njëkohësisht i kërkojmë Ministrisë së Brendshme të më japi lekët. Që ka mbajtur me humor Ministrinë e Brendshme? Sa e kishe seancën atër? 2.000 euro. Qa thua mundi? U ka bërë thirrje vëllezërve të na heqin? U po të them ty agron. Dhe sidomos 2 vëllezërve të televizorit largojnë një sampar flamur amerikan që ka vënë në atë tavolinë. Ju s'keni drejt dhe si pas ligjit ju dënojeni. Iqe, duhet të heqësh flamurin amerikan. Kujt i beri thirrje? Vëllezërve. O, Endrit e Stefit. Si? Endrit e Stefit. Po që mund keme... Po i nga të smovi dhe atë një. 2 vëllezër... A, pra ta e ka? Po Endrit me Stefin, që na kanë parë që këndojmë 4 Se vëllezër janë dhe i vëllezër Zena. Po jo, ashu. Ka ploto, po. Këtyre. Qa thua, Mondi? Vëllezër Dolaku. Shtua ti. Po ku këndojnë ata? Qëne? Dhe të heqë flamuri. Për mua kështë thënë që edhe je i grekut. I shqitë për... Stilash të gjitha këto, me fjallë, fjallë, se diskutojë. Tani që të bësh me të flamurin Amerikanë, mos do në dënojnë, që ke vendos flamurin... është pjesë e shpisë time, kjo? Cila është pjesë e shpisë të ndë? Pse Amerikani e tia? Por, së të një faji për Amerikanë, Gjefri, pse për mbudaldi që? Shko s'jaro me atë, i qërë me da hapë mua bete. 15 korik. Kam bërë kontrat. 15 korik e... Po, profesori, pse e mbanë flamurin Amerikan brapë? Amerikan. Ha? Amerikan është. Po, është tu në një studio shqiptar, ja. Dhe të që flamurin Amerikan se do të dënojnë. Qa thua, Mondi? Ajto madhë. është zotin e tokë. Kjo. Qa thua? Ria Mondi, kur s'merë vesë. Se ato fitur mund të këtë zotja. O, Mondi. Bala, Mondi. O, tani.
Një budalla hedh një gur në pellë 300 metra që mundohet ta nxjerrin. Mos bë budalla që tani dhe ti. Mondi, dilë më nga pellë ku po ta them. Bëj publicitet në aty leri këto. Herë edhe të qeshin të kërrlaqen në shqyr që është o zot i madh. Të dashur vëllezër shqiptar, shqiptarët e mi. Tani kam një thirrje se dhuna është një fjalë e rëndë, e cila nuk duhet gjej hapësirë në familjen tona. Por gjithmonë shprehja e dhunës janë burrat. Por e vërteta nuk është kështu, qëndron ndryshe. Si ndryshe? Të dashura zonja dhe zonjusha, larg duart nga bashkëshortët, ose prekni atë, se po prekni atë, do ju ndëshkovi... Edhe stralli. Jo, ti se peti atë maman grua të Makronit? Si mama? Mama grua, e ka edhe... E ka në... E ka në moshën e mamas. E ka në moshën e mamas, ore njeri. E ka grua. Janë gopi me pëllëmbovi ajo. Ajo? E qëllovi. Ka vendor ajo mbi Makronin? E goditovi. Shbere me? Ja me. Shkemi. Por bra. Për bull. O Makron, po ti që shqiptare që hedhur nga shkallë. Po pse kapesh ma gjerave të vockla, bre? O si, bre? Po që është ajo, fe? Qëlluar ishë ajo? Po që ishë? S'ke berë shakar ati e une të tjerë që bëjnë shaka? Si? Me të raftë të pika, kur thua në një gjë të bukur. Mirë, po i rëshqiti dora dhe i kërciti që s'ka, se ma do të atë. Se kur e lëshon nga dashur. është tërguz dashurie, thua ti? Bravo, të raftë të pika. Sa e ne i kanë bërë shumë. O, Gjefri, të bëj një pjetit befasishme. Pa pritëm. Të dashur vëllezërit e mi shqiptarët e mi. E ka ne enigme, ka enigme. Kam një pjetit për këtë vëllan këtu. Si me ndonë ti, cila është pjesa me ndjeshme të gruaja? Ajtë! Këtë përgjigje. Me lajë të budalla që të Si budalla? Pa e të nga shikojnë dhe të... Cila është pjesa me ndjeshme të gruaja? Por jo së është... Budalla, e një, ja ka që ke kornizën, ka që ke aftësirë. 10 cm, po janë qfryrë të 10. E qarë? Jepe, që ka bondi, jepe. Të dashur burra, pjesa me ndjeshme e trupit të gruas tuaj është dora e saj. Pasi të marrë para, çdo pjesë tjetër aktivizohen. Provojni sot dhe më falenderoni më vonë. Jepi lekën në dua, gruas edhe... që i bën kështu. Të fluturovi, të hepovi. Shumë e zgjuar, bravo. Të pëlqevovi kjo që... Kush e beri këta? Mondovi. Mondi? E shtyve dhe këti javë. Vetën dhe atje për të pushuar, E ka pa 2-3 herë, Mondin, do në të mikte. E qartë? Për të vajtu të ferma VIP. Do të futem njëra atje brënda. Po i rosë. Po thash o vitin tjetër, të ferma VIP 3. Sot shikoje, mësoj gjërat aty, edhe putu, pastaj... Ishtë amam të marrë shenë qmi, mos në dalën shashu. Kjo ishte gjithë shka për sot dashur. Vetëm vëllezërit e mi shqiptar, kujdo që ndodheni o shqiptarët e mi, qeveria teknike fillon punën. Andaj, sytë këtu tek mua dhe tek Amerika. Edhe ky, agroni, edhe kjo fytyra këtu, ju thonë me shumë dashamirësi dhe përzemësi. Pa që një mbrëmet bukur, joni fermavi, natë e mirë, shifemi nesër. Edhe javë të bukur gjithashtu.